A do të kemi qeveri apo zgjedhje? Nga ky moment, fituesi i zgjedhjeve të 9 shkurtit, partia fituese në këtë rast Vetëvendosja, në krye me zotëri Albin Kurtin, i ka 15 ditë për me formu qeverinë. Nëse mas 15 ditëve nuk e formon qeverinë, presidentja ka obligim u taku me partitë për mi pyet a ka dikush mandatar, nëse po, mas 12 ditë dhe kështu me radhë. Po rrim te kjo pjesa e 15 ditoshit. A do ta formoj zotëri Kurti qeverinë? Nëse po, më kënd? Nëse jo, a do kemi zgjedhje apo do të kemi qeveri të opozitës? Pse ka shpejt po hecin hapat? A ka ndryshim diçka? S'po foli, ama po flitet poshtë e lartë që do të kalojnë disa deputet në VV. Poshtë e lartë, nuk e di sa është e sigurt. Çush është nishta, a do të kemi qeveri më në fund pas 8 muajve zgjedhjeve? A do të kemi qeveri?